Sot ndodhemi në zonën e plazhit të Durrësit, jemi vetëm 300 metra larg detit Adriatik, diku pranë pistës Teuta dhe jemi në katin e tretë nga toka ose katin e dytë banim me ascensor të një pallati i cili ka jo më shumë se 2 ose 3 vite i cili ka mbaruar. Siç e thash, është pallati i ri dhe këtu kemi një apartament 1+1 të cilin e kemi marrë për shitje. Atëherë, direkt sa po futemi kemi tualetin me ajrim natyral, korridori i cili është i përqatur më së miri për mobilje magazinimi dhe portmanto, kemi dhomën e gjumit, e cila po ashtu është e mobiluar deri në detaje, dhe nga ana tjetër kemi pjesën e ambientit të gatimit së bashku me pjesën e dhomës së ndenjës. Siç e shikoni, apartamenti është investuar deri në detaje duke filluar nga dyshemeja, tavanet e vara, ndriçimi i fshehur dhe shumë gjëra të tjera. Është i gatshëm për jetesë të menjëhershme. Nga kjo anë kemi dhe balkonin e madh që ka apartamenti, disponon një sipërfaqe totale 67 metra katror ose 59 metra katror të brendshme në certifikat. Dhe qitet siç është në video, pra në gjendje siç jemi aktualisht i mobiluar deri në detaje, për një çmim 129.000 euro i negociueshëm. Për gjithë ju që interesoni, mos hezitoni, vini ta shikoni nga afër dhe t'jepni ofertën tuaj për këtë apartament në një pallat të vitit 2024. Faleminderit.